Territori shqiptar për datën 24 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me alternime mes vranësirave dhe kthjellimeve si dhe reshje të dobta shiu në disa zona. Paraditja do të jetë me vranësira në shumicën e territorit dhe reshje të dobta shiu në zonat lindore dhe jugore. Pasditja vijon me mod të paqëndrueshëm dhe intervale me diell në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 18 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:31 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:04 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 17 gradë Celsius. Kukës, 5 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 17 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 17 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 17 gradë Celsius. Korçë, 2 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 9 deri në 17 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 15 gradë Celsius. Sarandë, 8 deri në 17 gradë Celsius.